Benjamin Netanyahu evitoi hapësirën ajrore europiane ndërsa fluturoi për në New York për të shmangur një arrestim të mundshëm për akuzat e ngritura ndaj tij për krime lufte. Aeroplani i kryeministrit izraelit, krahët e Sionit, anashkaloi shumicën e vendeve europiane ndërsa udhëtonte për t'u drejtuar Asamblesë të Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara të njëjtën. Rruga e pazakon duke e projektuar për të shmangur fluturimin mbi vendet që janë anëtare të Gjykatës Ndërkombëtare Penale ose që kanë thënë që do zbatojnë urdhrin e gjykatës. Aeroplani i tij fluturoi mbi skajet jugore të Greqisë dhe Italisë, detin Mesdhe dhe pastaj mbi Oqeanin Atlantik nëpërmjet ngushticës së Gibraltarit pa kaluar në ndonjë territor tjetër të huaj. Zakonisht fluturimet nga Izraeli për në SBA përshkrojnë një itinerar më të shkurtër mbi Europën qendrore, duke kaluar nëpërmjet Francës. Gjykata Penale Ndërkombëtare lëshoi urdhër arreste në nëntor të vitit 2024 për Netanyahun dhe Gallant, ish-ministrin e tij të mbrojtjes, me akuza për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza, akuza të cilat Izraeli i mohon. Disa anëtarë të GPN-s, siç është Irlanda, kanë thënë se do ta arrestojnë atë. Spanja është zotuar të ndihmojë hetimin e GPN-s, ndërsa Franca ka thënë se nuk do ta arrestojnë Netanyahun. Të tjerë si Italia e vënë në pikpyetje nëse arrestimi i tij është praktik apo i lishëm.